Kapitulli 2. Preke burimin e fatit të mirë. Emerson ka thënë, të gjithë njerëzit e suksesshëm kanë rënë dakord se janë shkaktar. Ata besonin se gjërat nuk vinin nga fati, por nga ligji i jetës, dhe se nuk ekzistonte një hallkë e dobët apo një krisje në zinxhirin që bashkon fillimin dhe mbarimin e gjërave, shkaku dhe pasoja. Njerëzit e cekët besojnë në fat. Njerëzit e mençur dhe të fortë besojnë në shkak dhe pasojë. Ligji i madh i jetës. Ligji i jetës është ligji i besimit. Çdo gjë që ti e pranon mendërisht dhe e ndjen të jetë e vërtet, ka për të ndodhur. Mëso si të besosh në funksionimin e të pavetëdijshmes tënde, duke ditur se çdo gjë ti ngulit në të pavetëdijshmen tënde, do të shprehet më pas në përvojën tënde. Mënyra se si me të vërtet ti mendon dhe ndihet thellë në zemrën tënde, drejton të gjitha fazat e jetës tënde. Beso te fati i mirë dhe ke për ta patur. Unë besoj se fati është një fjalë shumë e mirë nëse shoqërohet me guximin. Njeriu që beson se fati kontrollon jetën e tij, ai pret pafundësisht që të ndodhë diçka. Ai shtrihet në shtrat duke shpresuar se postieri do t'i sjellë lajmin për trashëgiminë e ndonjë pasurie ose se ka fituar lotarin. Njeriu tjetër modelon, formon dhe ndërton të ardhmen e tij përmes qëndrimit të tij mendor. Ai e di se është i lindur për të pasur sukses dhe se është i pajisur për të qenë fitues, dhe me një silolaps që se heq nga dora ose edhe me një çekiç kumbues, ai hedh themelet e zotësisë. Ai është punëtor i zellshëm dhe i përkushtuar në punën e tij dhe fërshollen ndërsa punon. Njeriu që mendon për fatin, zakonisht ankohet, qahet dhe quravitet. Fati mbështetet te rastësia. Njerëzit e suksesshëm mbështeten te karakteri, sepse karakteri e bën fatin. I vigjilent dhe i gjallë. Mark Twain ka thënë, fati troket në derën e çdo njeriu, por në shumë raste njeriu ndodhet te lokali i lagjes dhe nuk e dëgjon atë. Njeriu duhet të jetë vigjilent, i gjallë dhe në lëvizje. Ai duhet të përfitojë nga mundësitë që i ofrohen. Njeriu nuk duhet të presë që të shpërblehet për përtacin, apatin apo plogështin. Shkaku dhe pasoja janë një. Aforizmi njeriu është ashtu siç ai mendon në zemrën e tij, parashtron dhe portretizon të gjitha përvojat dhe kushtet e jetës së tij. Njeriu është çfarë ai mendon gjatë gjithë ditës dhe karakteri i tij është tërësia e mendimeve të tij. Shkaku dhe pasoja janë po aq absolute dhe të paanshme në sferën e fshehtë të mendimit, sikurse në botën e gjërave të dukshme dhe materiale. Gëzimi dhe vuajtja e njeriut janë pasqyra e të menduarit të tij të zakonshëm. Kështu i mbledh njeriu përvojat e ëmbla dhe të hidhura në jetën e tij. Në mënyrë që të përjetosh fat të mirë ose fat mbarsi, duhet të kuptosh se ti je zotëruesi i mendimeve, emocioneve dhe reagimeve të tua ndaj jetës. Ti je krijuesi dhe formësuesi i kushteve, përvojave dhe ngjarjeve të tua. Çdo mendim i ndjerë si i vërtet ose i lejuar të pranohet si i vërtet nga e vetëdijshmja jote, zë rrënjë në të pavetëdijshmen tënde, lulëzon herët avon përmes veprimit dhe jep frytin e vet të mundësisë dhe përvojës. Mendimet e mira çelin fryte të mira, mendimet e këqija korrin fryte të këqija. Nuk e ka fajin fati mizor që e çon një njeri në burg ose në varfëri, por është rruga e të menduarit të mbrapsht, shkatërues ose kriminal, që ai kishte ushqyer fshehurazi në zemrën e tij. Kur ato mendime arritën një pikë shpërthyese në të pavetëdijshmen e tij, ato u shpalosën më së keqi në përvojën e jashtme, të modeluara sipas imazhit dhe ngjashmërisë së mënyrës së tij negative të menduarit. Ai tha se fati i keq ndiqte në çdo hap. Unë njoh një të ri të jashtëzakonshëm, të diplomuar në një nga universitetet më prestigjioze, i cili më tha se fati i keq po e përndiqte në çdo hap. Ai kishte humbur 4 punë radhazi. Duke folur me këtë të ri, zbulova se një nga arsyet ishte se ai nuk shkonte mirë me punonjësit e tjerë.
Ai po shmangte punën e tij dhe konsideronte veten të justifikuar në përpjekjen për të mashtruar punëdhënësin e tij me arsyetimin se talentet e tij nuk njiheshin plotësisht. Ky njeri në fakt po shkëputej nga çdo vend pune me qëndrimin e tij kritik e të inatosur, duke e quajtur çdo punëdhënës të ftohtë, të pashpirt dhe indiferent, dhe duke ju referuar çdo vendi pune si një korporat e pashpirt. Ky njeri mësoi të përçojë dashuri, vullnet të mirë dhe gëzim ndaj bashkëpunëtorëve dhe prorëve të tij. Ai filloi të bashkëpunonte me kolegët dhe të mendonte në mënyrën e duhur, të ndihej mirë dhe të vepronte drejt. Bota e tij po ndryshon. Ai tani e kupton se ai është autori i fatit të vet. Pse vuan ai që e mban veten për të mirë? Mora një letër disa kohë më parë nga një grua e cila më pyeste: pse disa njerëz të ndershëm dhe të mirë vuajnë kaq shumë dhe njerëzit e liq përparojnë si pema e gjelbër buzë ujrave? Nuk e di saktësisht se çfarë donte të thoshte me të mirë, ndoshta ajo i referoi këndvështrimit sipërfaqësor se këta njerëz shkonin në kish, ishin të ndershëm në marrëdhëniet e biznesit, të sjellshëm me fqinjët, jepnin para për bamirësi, ishin të mirë me gratë dhe familjet e tyre dhe praktikonin rregullisht rituale dhe ritet e kishave të tyre. Ndoshta me njerëz të këqij, nënkuptonte ata që janë jo fetar, që nuk kanë lidhje me kishën, që mashtrojnë dhe vjedhin, që dehen dhe që mohojnë Perëndin ose ndonjë fuqi të mbinatyrshme. Nëse po, atëherë mendimi i saj është shumë i cekët. I ashtu quajturi njeri i lig mund të besojë te suksesi, begatia dhe shëndeti i mirë, dhe atij jepet ajo që ai beson. Ligji i jetës nuk respekton disa persona mbi të tjerët. Dielli shkëlqen mbi të drejtët dhe të padrejtët dhe ligji i jetës nuk ka moral. Nëse një vrasës mund të notojë ujë do ta mbajë lart si atë si njeriu e shenjtë. Një vrasës thith ajër njësoj si një person i ndriçuar shpirtërisht. I ashtu quajturi njeri i ndershëm dhe i mirë mund të mbajë fshehura si mendime të neveritshme, të mbrapshta, të urryera, dhe ai do të sjellë mbi vete vuajtjet që prodhon mendimi i tij fshehtë dhe shkatërues. Ti nuk e sheh dot frikën, hidhërimet, inatet, urrëtiet dhe xhelozitë e fshehta të tjerëve, por duke parë nga jashtë je i prirë të gjykosh nga pamja e jashtme. Nuk është e rëndësishme ajo që bën një njeri nga jashtë apo për të marrë pëlqimin e të tjerëve. Është veprimtaria e brendshme e zemrës së tij ajo që ka rëndësi. Është ajo që ai mendon, ndjen dhe beson thellë në zemrën e tij, ajo që ka rëndësi, jo ajo që ai pretendon se beson. Kështu, një njeri mund të respektojë të gjitha parimet, rregullat dhe praktikat e kishës së tij. Ai mund të marrë pjesë në ceremoni dhe rituale, t'u jap karamele fëmijëve dhe qindarka njerëzve të verbër, dhe ai mund të vazhdojë të vizitojë të sëmurët. Të gjitha këto mund të konsiderohen të mira nga pikpamja e jashtme, por jo nga pikpamja e Zotit dhe ligjit të tij që është, sepse ashtu si mendon njeriu në zemrën e tij, ashtu është ai. Pra jo siç duket nga jashtë, por edhe një herë, sepse ashtu si mendon njeriu në zemër të tij, ashtu është ai. Puna e palodhur nuk është përgjigja për pasurinë dhe suksesin. Një njeri mund të punojë shumë fort, 14 ose 16 orë në ditë. Por nëse ka frikë se do të dështojë ose nëse ka një kompleks faji dhe mendon se duhet të ndëshkohet, do t'i bëhet ashtu siç ai beson. Ligji i jetës është ligji i besimit. Një njeri mund të jetë plotësisht i pandershëm në drejtime të caktuara nga pikpamja e kësaj bote dhe në fakt të mohojë praninë e Perëndisë. Megjithatë, nuk ka asnjë ligj që thotë se ai nuk mund të fitojë pasuri, me kush që të besojë se do të ketë sukses dhe se do të jetë i pasur. E kështu ai merr atë që beson. Njeriu i pandershëm ose i lig grumbullon vuajtjet e veta dhe rezultatet e të menduarit të tij, njësoj si njeriu i ndershëm dhe jashtu quajturi i mirë. Ligji i madh është absolutisht i drejtë dhe nuk mund të japë të mirën për të keqe ose të keqen për të mirë. Në fund çdo e keqe shkatëron vetveten. Mos u shqetëso për keqbërësit. Mullinjtë e perëndive bluajnë ngadalë, por bluajnë jashtëzakonisht mirë.
Hakmarrja është e imja, thot Zoti. Unë do ua shpërblej. Mos harro se e pavetëdijshmja jote, e cila në Bibël quhet ligj, është si një regjistrim i cili riprodhon çdo gjë që ke vendosur në të. Kjo është arsyeja pse të është thënë të mos shqetësohesh për keqbërësit ose për ata që kryejnë pa udhësi. E pavetëdijshmja e tyre reagon negativisht ose pozitivisht në përputhje me se si ata e shfrytëzojnë atë. Çështja është e tillë, përdore mendjen tënde në mënyrë konstruktive dhe të harmonizuar, dhe mos u shqetëso për tjetrin. Ngrije nivelin e pikpamjeve të tua. Ki ëndra të mëdha, ki ideale, kupto dhe mëso se ti shkon atje ku është vizioni yt. Vlerësoje vizionin e asaj që dëshiron të jesh dhe mos u quaj dhe mos u rënko më për fatin e keq apo fatin e mirë. Ushqej idealet e tua, ndjeje muzikën që trazon në zemrën tënde dhe mediton mbi bukurinë e papërshkrueshme të Zotit dhe natyrës, dhe mrekullinë që mbulon mendimet e tua më të pastra, sepse nga këto vendbanime të shpeshta të mendjes tënde do të burojnë situata dhe përvoja të këndshme. Vizioni yt është një premtim i sigurt i asaj që do të jesh një ditë. Ideali yt është profecia e asaj që më në fund ke për të zbuluar. Lisi fle nën lis, pema gjigante se kuoja fle nën faren e vetë vogël. Zogu pret brenda vezës dhe Zoti pret shpalosjen e tij te njeriu. Gjithmonë do të tërhiqesh drejt asaj që në fshehtësi e do më shumë. Ti do të hasësh në jetë riprodhimin e sakt të mendimeve të tua. Nuk ekziston shansi, rastësia apo aksidenti në një botë të sunduar nga ligji dhe rendi hyjnor. Do të ngrihesh aq lart sa dëshira jote e flakt dhe do të zbresësh në nivelin e konceptit më të ulët që ke për veten tënde. Ti je ai që e formon fatin tënd. Njeriu i cili nuk arrin të mendojë në mënyrë konstruktive, harmonike dhe paqësore, i cili është dembel dhe i plogësht që sheh vetëm sipërfaqen e gjërave, do të flasë për fatin, shansin dhe rastësinë. Kjo është arsyeja pse dëgjon njerëzit të thonë sa me fat është ai, sa me shans është. Ti mund të vëzhgosh një kërcimtare patinazhi të bukur dhe të aftë që ka arritur majën e suksesit dhe të thuash: asaj ka rënë gjithë ky fat. Sidoqoftë duhet jesh i vetëdijshëm për sprovat e saj të hershme, dështimet, rrëzimet, lëndimet dhe sakrificat që ka bërë, ose orët e gjata dhe të mundimshme të praktikës dhe stërvitjes që ajo ka shpenzuar në mënyrë që të mund të realizonte qëllimin e saj, dhe kështu prekesh në zemër. Ka shumë njerëz të cilët nuk e kuptojnë procesin, por vetëm perceptojnë rezultatin dhe e quajnë atë shans. Si të krijosh fatin e mirë për veten tënde? Ja një shembull i asaj që quhet fat i mirë. Një grua e re erdhi të më takonte për një problem që kishte. Gjatë bisedës sonë, ajo tha se po kërkonte një pozicion pune si sekretare e një prifti i cili besonte në linjat e besimit të shkenca e mendjes. Po atë ditë e punësova atë si sekretaren time private. Ajo më tha: "Kjo është dita ime me fat." Kjo ishte një vepër e ligjit të natyrës. Ajo ishte lutur prej kohësh si vijon. Inteligjenca e pafundme njeh talentet e mia dhe zbulon vendin ideal për mua ku mund të shpreh aftësitë e mia dhe të marr një shpërblim të mrekullueshëm. Mendja e saj në sferat më të thella plot urtësi dhe inteligjencë veproi sipas kësaj kërkese edhe na bashkoi të dyve në rendin hyjnor. Çdo takim me cilin do person në çdo anë të botës mund të jetë plot me mundësi të mira. Lutja e preferuar e asaj gruaje është kjo nga letra e drejtuar Romakëve 8:28. Dhe ne e dim se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirën për ata që e duan Perëndin. Ajo besonte në praninë shpirtërore brenda saj, e cila do të kujdesej gjithmonë për të dhe do ta vendoste në rrugën e lartë drejt lumturisë, lirisë dhe paqes shpirtërore. Atë e ndiqte tersi.
Njihja një njeri që ishte shumë fetar nga pikpamja jashtme, a ishte shtylla e kishës së tij dhe i respektonte të gjitha ritet, ritualet dhe ceremonit. A i besonte se tërsi e ndishte këmba këmbës dhe jeta ishte kthyer në torturë. A i pësoi aksidente, i vodhën edhe makinën. Dyqani i tij u dogj, gruaja e tij e braktisi dhe u martua me dikë tjetër. Djali i tij u largua nga shtëpia dhe nuk pranoi të fliste me të. I shpjegova se ky besim te tërsi që po e ndishte do t'i shkaktonte të gjitha llojet e fatkeqësive në jetën e tij dhe se ai duhet të fillonte të besonte në harmoninë e Zotit, në mirësinë e jetës, në udhëheqjen e Zotit dhe në dashurinë e Zotit për të. I thash se ishte krijuar për të fituar dhe për të sunduar, dhe se tani e tutje duhet të fillonte të besonte në veprimet e drejta, në suksesin dhe në urtësinë e Zotit që drejton të gjitha veprimet e tij. Teksa i ndryshoi qëndrimin e tij mendor, bota e tij ndryshoi, ndërkohë që më parë ja ndillte vetes se do përjetonte fatkeqësi. Tani a i beson se është me fat. A i mësoj në mënyrën e vështirë se çfarëdo urdhri që i japim të pavetëdijshme son, ka për t'u zbatuar. Nëse i thua të pavetëdijshmes tënde se ty po të ndjek tërsi, ai do të vazhdojë të sjellë vështirësi, vonesa, pengesa dhe të gjitha llojet e telasheve në jetën tënde, sipas mënyrës së vet. Vështirësia është fara e mundësive. Pavarësisht se sa e keqe mund t'jetë situata, ti mund ta kthesh atë në një mundësi të mirë dhe të përfitosh prej saj. Ti mund të krijosh një mundësi nga çdo problem për t'i shërbyer jetës dhe për t'u ngritur më lart. Në çdo fatkeqësi gjendet fara e mundësive. Indjeri Dr. Harry Gaze tregoi një herë për Don Morgan, një folës të mrekullueshëm, i cili shkoi në një qytet të vogël në New England, një të diel në mbrëmje për të mbledhur fonde në një kishë për një projekt të caktuar. Nisi një stuhi e tmerrshme dhe bora e ngrica ishin aq të rënda sa askush nuk doli në rrugë. Folsi vendosi ta sfidonte stuhin, megjithse dyshonte se dikush do të vinte në kishë. Në fillim nuk erdhi askush përveç rojes. Më në fund 2 plaka hynë dhe ulën. Don Morgan tha: "Unë erdha këtu për të folur dhe do të flas." Dr. Gaze tregoi se dhe Zoti Morgan dha një leksion të shkëlqyer dhe një nga zonjat dhuroi $15,000. Gruaja tjetër tha: "E po, është për një kauzë të mirë, dhe nëse ti mund t'japësh $15,000, atëherë edhe unë mund t'jap." Zoti Morgan tha se ai mori më shumë para nga ajo bashkësi se sa nga çdo mbledhje tjetër e çfarëdo madhësie gjatë turneut të tij të leksioneve. Surprizat mrekullueshme të presin kudo. Nëse mendon, lutesh dhe vepron sipas mënyrës shpirtërore, teksa ndodhesh në vështirësi, atëherë ti do ta kthesh atë në një situatë të dobishme për veten. Një vajzë në audiencën tonë më tha se ajo beson se do t'jetë gjithmonë e befasuar për mirë dhe çuditërisht e mrekulluar kudo që të shkojë. Ajo ka përvoja të mrekullueshme dhe unike në të gjitha udhëtimet e saj. Ajo ja ka ngulitur vazhdimisht këtë ide të pavetëdijshme së saj dhe e pavetëdijshmja e saj reagon në përputhje me atë ide. Ajo ja ka bërë me detyrim fatin e mirë të pavetëdijshmes së saj dhe kështu i ndodh. 15 djem banin radhë për të kërkuar punë. Djali në fund të reshtit i shkroi një shënim menaxherit ku thuhej: "Zotri, mos punsoni askënd derisa të më takoni mua." Ai e zuri vendin e punës. Djali përdori mendjen dhe i besoi asaj gjës brenda vetes për të ndihmuar të thoshte dhe të bënte gjën e duhur. Ky nuk ishte shans apo fat, ishte reagimi i të pavetëdijshmes së tij ndaj besimit që kishte. Ai shpëtoi një jetë dhe nuk mori asnjë falënderim. Një burr mua ankua se një person të cilin ai e shpëtoi nga mbytyja, as nuk e falenderoi dhe as nuk i ofroi ndonjë shpërblim, edhe pse ai kishte rrezikuar jetën për ta shpëtuar atë njeri. I shpjegova se kishte bërë gjën e duhur dhe se jeta do ta shpërblente, por ai nuk duhet të presë prej dikujt që të shpërblehet apo falenderohet. E mira jote nuk kthehet gjithmonë tek ti nga burimi ku ti ke shpenzuar mundin ose paratë tua.
Si ta marrësh tani të mirën tënde? Një fjalë e urtë arabe thot: zhyte një njeri me fat në Nil dhe ai do të dalë me një peshk në gojë. Nëpërmjet besimit e Zotit dhe të gjitha gjërat e mira, ti mund të korrësh një fitim nga çdo situatë dhe të rritesh në mençuri dhe forcë. Ti mund ta marrësh të mirën tënde duke hyrë brenda të vetëdijshmes dhe duke pretenduar të marrësh atë që dëshiron. Ndjeje dhe kënaqu, dhe shpirti brenda teje do ta realizojë kërkesën tënde. Duke ditur se mund të shkosh te shpirti brenda për atë që dëshiron dhe duke ditur se do ta marrësh atë, ti zbraz mendje nga zemrimi, urrejtja, vullneti i keq dhe pakënaqësia. Emerson tha: shpirti i epërm kishte nevojë për një end si unë, përndryshe nuk do t'isha këtu. Ti je një end i Zotit dhe Zoti ka nevojë për ty dhe dëshiron të shprehë fuqinë dhe mençurinë e tij nëpërmjet teje. Mendo për veten tënde tani në lidhje me plotësinë tënde me Perëndinë dhe se si çdo problem është i tejkaluar në mënyrë hyjnore dhe ti do të jesh gjithmonë fitimtar dhe triumfues. Lëre Zotin të flasë nëpërmjet teje. Je vigjilent e i gjallë dhe ndjeu i ri për të rirë nga fryma shenjtë brenda teje. Kujto se Perëndia do t'i vendos fjalët në gojën tënde dhe se ato do t'jenë të përshtatshme për çdo rast. Babai im po shikonte një herë mbi urë dhe një burr i tha: Zoti më tha të të hedh nga ura në lum. Babai im e kuptoi se kishte të bënte me një manjak, ndaj i tha me qetësi: Zoti mund të bëjë gjithçka, por a nuk do të ishte më interesante të zbrisja në breg të lumit dhe të më hidhte nga aty poshtë këtu lart mbi urë? Manjaku pranoi dhe kur arriti në breg të lumit, babai e hodhi burrin në lum dhe ja mbathi vrapit. Disa burra me varg e shpëtuan manjakun dhe ja dorëzuan policisë. Kjo tregoi forcën e mendjes së babait tim, i cili e kuptoi se ka gjithmonë një përgjigje, një rrugdalje në të gjitha rastet emergjente dhe të gjitha vështirësitë. Kur je me Zotin, je shumicë. Nëse Zoti është me ty, kush mund të jetë kundër teje? Besoje këtë me gjithë zemër dhe të gjitha gjërat do të shkojnë mirë në favorin tënd dhe të gjitha përvojat e tua do të jenë të mbushura me gëzim dhe fat të mirë. Shqyrtimi i pikave të rëndësishme. 1. Ligji i jetës është ligji i besimit. Të besosh diçka do të thotë ta pranosh atë si të vërtetë dhe çdo gjë që e pranon mendërisht dhe e ndjen të jetë e vërtetë ka për të ndodhur. 2. Mundësitë gjenden gjithmonë pranë teje. Mëso si të përfitosh prej tyre, je vigjilent dhe i gjallë. 3. Gëzimi dhe vuajtja e njeriut janë pasqyra e të menduarit të tij të zakonshëm. 4. Sekreti i shansit dhe fatit të mirë është të mendosh drejt, të ndihesh mirë, të jesh i drejtë, të bësh dhe të veprosh siç duhet. 5. Nuk është ajo që pretendon se beson me buzët e tua ajo që ka rëndësi. Është ajo që ti beson me të vërtetë thellë në zemrën tënde, ajo që ka rëndësi. 6. Mos u shqetëso për keqbërësit. E pavetëdijshmja e tyre reagon negativisht ose pozitivisht sipas mënyrës si ata e shfrytëzojnë atë. 7. Vizioni yt është një premtim i sigurt i asaj që do të jesh një ditë. Ideali yt është profecia e asaj që do të zbulosh në fund. 8. Ka shumë njerëz që nuk e kuptojnë procesin, por vetëm perceptojnë rezultatin dhe i quajnë atë shans. 9. Kupto se çdo njohje dhe takim me cilin do person në çdo pjesë të botës mund të jetë plot me mundësi dhe të mira. 10. Jepi të pavetëdijshmes tënde urdhrat e duhura. Nëse pohon se tersi po të ndjek këmba këmbës, ai do të ndjek, sepse do të ndjek urdhrat e tua, duke sjellë të gjitha llojet e telasheve në jetën tënde. 11. Në çdo fatkeqësi ekziston fara e mundësive. 12. Përsëritja e vazhdueshme e idesë së fatit të mirë do të pranohet nga e pavetëdijshmja jote dhe fati i mirë do të jetë i yti. 13. Fati i mirë është reagimi i të pavetëdijshmes tënde ndaj besimit që ti ke në fatin e mirë.
14. Mos kërko shpërblimin nga njeriu. Jeta ka për të shpërblyer me bollëk. 15. Çdo problem te kalohet në mënyrë hyjnore. Kjo është arsyeja pse ti mund të bësh një jetë triumfuese. Dhe 16. Nëse Zoti është me ty, kush mund të jetë kundër teje? Besoje këtë dhe të gjitha gjërat do të funksionojnë më së miri në favorin tënd.